me ekspert mjekësor që janë. Po du me të pyet Len, a ka ndonjë ushqim, qoftë edhe i shëndetshëm, i cili jep energji më shumë se që duhet dhe na ndikon te kjo ike e gjumit, që konsumojmë në orët e vona të mbrëmjes? Janë shumë. Unë tash kisha dashur me cek një lloj teknike që është për gjumin, është formula 10, 3, 2 edhe 1. Që nën kupton? 10 që nën kupton mos me përdor qaja ose kafe që përmbajnë kofein, që e pengojnë prodhimin e melatoninës. 3 orë me ndalu ushqimin, mos me konsumu ushqim, sidomos ushqim që ndikon prodhim të insulinës, rritjes së kortizolit, të pengesës së prodhimit të melatoninës, sidomos mas orës 8. Nuk preferohet sepse pikun e lirimit vetë, prodhimit është melatonina e ka prej orës 20 deri në ora 22, 2 orë minal krejt aktivitet